Personat të cilët mundohen të humbin peshë, vetëm gati 5% e tyre kanë sukses që ta mbajnë peshën që kanë humbur. Dhe suksesi i vërtet nuk është humbja në peshë, po është mbajtja e peshës. Dhe prandaj trajtimet që po bëhen sot për obezitetin, si synim nuk kanë vetëm humbjen, po kanë edhe mbajtjen e kësaj peshe afatgjatë, se është ajo pastaj që është e rëndësishme për shëndetin. Pra mund të cilësohet më sfiduese pjesa e ruajtjes së peshës se sa humbja e saj. Po, mund të cilësohet më sfiduese dhe kjo ndodh për faktin se rënja në peshë nuk është diçka fiziologjike. Trupi jon ka një sër mekanizmash që na ndihmojnë për të depozituar energji. Dhe depozitimi i energjisë, pra në formën e dhiamit, në vetvete, nuk është gjë e keqe, se është gjë që na ka ndihmuar të mbijetojnë për mijëra vjet. Dhe uria në vetvete nuk është gjë negative, është pozitive. Imagjinoni sikur ne të mos depozitonim fare energji, mos kishim fare as uri, mos kishim as shije, nuk të shkonim të gjuanim për të marrë ushqim dhe do vdisnim nga uria. Kështu që në vetvete janë gjëra të mira, por nga ana tjetër në kushtet që ne jemi sot, ku ekspozimi ndaj ushqimeve është shumë i madh dhe ne kemi akses të përditshëm tek ushqimet, kjo gjë kthehet në diçka negative. Por ama, në momentin që ne mbajmë dieta dhe duam të ulim peshën e trupit, organizmi ndihet në alarm. Truri ngre sinjale alarmi, që çfarë do bëj? Do bëj që ne të jemi më të uritur dhe të na arrijë mendja më shumë tek ushqimi.